rregullores, projekt vendimet janë pa diskutime. Ju lutem bëhuni gati për procesin e votimit. Fillojmë procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën. Nuk ka procedurë, jemi në proces votimi. Ju lutem. Jemi në proces votimi, nuk ka procedurë. Ju lutem votoni për prezencën. Prezencën. Nuk ka procedurë, prezencën. Jemi në proces votimi, procesi votimit nuk mund të ndërpritet, nuk mund të ndërpritet procesi votimit. Ju lutem votoni për prezencën. Mbyllet votimi për prezencën. 92 deputet prezent. Fillojmë votimin për projekt vendimin për zgjedhjen e avokatit të popullit. Raporti i Komisionit për çështjet ligjore dhe administratën publike mbi shqyrtimin e kandidaturave për avokatin e popullit ka vendosur të përcjellë seancës plenare për votim kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore dhe kanë marrë mbështetje me nënshkrime në jo më pak se 28 deputet. 6 kandidatura për avokatin e popullit. Kandidaturat sipas raportit të komisionit janë Besim Dregjoni, Adriana Kalaja, Aranita Brahaj, Endrit Shabani, Skënder Haluci, Tartar Bazaj. Lutem bani parasysh që kjo është thjesht renditja në raportin e komisionit, çështjeve ligjore, ndërkohë që në fletën e votimit apo në renditjen e votimit do të jetë sipas rregullores, pra me rendin alfabetik që do ta lexojmë vonë sipas mbiemrit. Procesi i votimit do të jetë i fshehtë me elektronik. Fillojmë procesin e votimit për secilin prej kandidaturave. Projekt vendim për zgjedhjen e avokatit të popullit, zoti Tartar Bazaj. Propozohet avokati i popullit për Ju lutem votoni. Mbyllet votimi. 1 vot pro, 79 abstenim, 7 vota kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Projekt vendim për zgjedhjen e avokatit të popullit. Zonja Aranita Brahaj. Propozohet avokati i popullit për një periudhë 5 vjeçare. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim. Votimi është i fshehtë. Procedura e votimit, 1 votim me elektronik. Hapet votimi. Ju lutem votoni. Mbyllet votimi. 4 vota pro, 76 abstenim, 7 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Projekt vendim për zgjedhjen e avokatit të popullit. Zoti Skënder Haluci. Propozohet avokati i popullit për një periudhë 5 vjeçare. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim. Votimi është i fshehtë. Procedura e votimit, 1 votim me elektronik. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 1 vot pro, 72 abstenim, 14 vota kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Projekt vendim për zgjedhjen e avokatit të popullit. Zonja Adriana Kalaja. Propozohet avokati i popullit për një periudhë 5 vjeçare. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim. Votimi është i fshehtë. Procedura e votimit, 1 votim me elektronik. Hapet votimi.
Mbyllet votimi. 0 vota pro, 17 abstenim, 69 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Projekt vendim për zgjedhjen e avokatit popullit, Zoti Besim Ndregjoni, propozohet avokati popullit për një periudhë 5 vjeçare. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim, votimi është i fshehtë. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 0 vota pro, 61 abstenim, 25 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Projekt vendim për zgjedhjen e avokatit popullit, Zoti Endrit Shabani. Propozohet avokati popullit për një periudhë 5 vjeçare. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim. Votimi është i fshehtë. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 3 kundër. Projekt vendimi miratohet. Në bazë të votimit, Zoti Endrit Shabani zgjedhet avokati popullit. Sipas nenit 4 të ligjit për avokatin e popullit të ndryshuar, përpara marrjes detyrës, avokati i popullit bën betimin para kuvendit. Në seancën e radhës pra, do të ftohet avokati i popullit të kryejë betimin. Vazhdojmë votimin. Votimi vazhdon për paketën fiskale dhe projektligjin për buxhetin 2026. Vazhdoni. Ju vjen ndjeni se në bazë të Neni 84 të rregullores, paketën fiskale dhe projektligjin për buxhetin e vitit 2026 janë depozituar në kuvend 24 orë përpara fillimit të seancës plenare amendamentet përkatëse. Përmbajtjet e amendamenteve i gjeni në faqen e kuvendit dhe në sistemin në sallë. Në bazë të kreut 3 të tretë, shqyrtimi i projektligjit të buxhetit shtetit dhe i projektligjeve financiare dhe Neni 84.3 rregullores. Autori amendamentit ka drejt paraqes atë për jo më shumë se 5 minuta, amendamentet idhen në votim përpara tekstit të projektligjit. Fillojmë me votimin e akteve. Ju bëjmë dije se është një numër shumë i madh amendamentesh, po thuaj 100 amendamente. Do t'i kërkoja propozuesve të kenë mirësinë t'i grupojnë amendamentet nëse ka dhe ka shumë të tilla amendamente, pra disa amendamente nga i njëjti deputet për një projekt ligj, natyrisht nëse kanë vullnetin e mirë, ti grupojnë në një prezantim për ekonomi kohe. Projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 9920, datë 19/5/2008, për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Votimi është i hapur. Kalojmë në votimin nen për nen me karton sipas variantit komisionit përgjegjës. Deputetët të opozitës, ju lutem zini vendet. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 6 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 7 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 8 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 9 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 10 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 11 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 12 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 13 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 14 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 15 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 16 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 17 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 18 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 19 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimin në tërësi me elektronik.